Ky për mua s'ka qenë kurrë veç një mësim abstrakt, sepse përgjatë një kapitulli të dhimbshëm të historisë së saj, Shqipëria ishte Korea e Veriut e Europës. E megjithatë, sot ajo po ecë në një tjetër rrugë, një rrugë jo e lehtë, e papërsosur natyrisht, por thelbësisht ndryshe. A path of institution building, a path of democratic modernization, a path toward the European Union. Një rrugë ndërtimi institucionesh, modernizimi demokratik, një rrugë drejt bashkimit evropian. Ne në rrugtimin ton po tregojmë se institucione demokratike mund të ndërtohen, edhe kur historia thot se është e pamundur, dhe se një vend, dikur kufizuar nga izolimi, mund të përkufizohet nga aspirata. One of the reasons being here in Seoul feels so meaningful to me. Although far geographically, South Korea feels deeply close to countries like mine, through its reminder. Kjo është vetëm një prej arsyeve pse për mua është kaq kuptim plot të jem këtu në Seul. Edhe pse gjeografikisht larg, vendesi im e ndjejnë kaq afër Korenë e Veriut përmes kujtesës se madhështia nuk ju rezervohet vetëm atyre që lindin me fat. Mund t'ju përkas edhe atyre që guxojnë të rindërtojnë, që zgjedhin hapje në vend të frikës, vendosmërinë në vend të dorëzimit dhe optimizmin në vend të fatalizmit. Ndërkohë që ne mbylleshim pas mureve tona e këndonim këngë revolucionare të majgjepsur nga revolucioni kulturor i Kinës dhe bënim luftë imagjinare kundër amerikanëve e sovjetikëve, në këtë kontinent diç krejt tjetër shpalosej që as mund ta shihnim e as na lejohej ta dinim.